Jam e martuar, kam 3 fëmijë, mirë po burri luan mbi xhoz dhe e lën gjithë rrogën mbi xhoz. Unë vetëm se hyn dita ditës borxh dhe jam shumë e stresuar. Shumë e stresuar dhe s'di si të veproj. Mos vallë burri im ka nevojë për rukje. Burri jot ka nevojë për ta burgos, për ta çu ke veni atje të pastroj banjot e burgut. E rëndësishme, nëse situata është e tillë, siç thua ti, atëherë ke të drejtë që ti ta ngresh problemin tek prindrit e tu, tek vllai jot, ta marrë të njëri, ta vënë përpara përgjegjësisë, mos të lejojnë që ai të përdori rrogën, ta obligojnë me gjyq që të dorëzoj rrogën, etj. Për ndryshe, o duro, ose ke drejt të divorcohesh prej tij. Nëse nuk duron dot, lejohet divorci